Gjykata e shkallës së parë në Korçë ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për autorin e masakrës së Gjonomadhit Bashkim Latullari. 40 vjeçari ka mbërritur në gjykatë në masa të rrepta sigurie, ndërsa gjatë gjithë kohës në seancë, autori i krimit të 4 fisht ka qëndruar i qetë. Autori i masakrës së Gjonomadhit Bashkim Latullari ka deklaruar në seancë se është penduar për ngjarjen, ndërsa ka këmbgulur për atësinë e 4 vjeçarit, duke kërkuar dhe analizat e ADN-s për djalin e vogël të çiftit Meçollari, duke pretenduar atësinë. Jam penduar për krimin e 4 fisht. Danielën e vrava se nuk u divorcua nga bashkëshorti, ndërsa Regjepin e vrava aksidentalisht. Unë doja të vrisja vetëm Valentinën, ajo më prishi lidhjen me Danielën, pasi thoshte që të mos më takonte më. Djali i Danielës është i imi dhe për këtë jam i bindur, ndaj kërkoj të bëhen analizat e ADN-s. Seanca ka filluar me disa minuta vonesë për shkak të bojkotit të paktën 40 avokatëve të dhomës së avokatisë, të cilët nuk kanë pranuar të marrin në mbrojtje autorin e masakrës Bashkim Latullarin. Një situatë e tillë ka detyruar kreun e dhomës së avokatisë në Korçë Arbën Lena të mbërrijë vetë në seancë dhe të marrë në mbrojtje të pandehurin me qëllim që seanca të mos dështonte. Jashtë ambienteve të gjykatës kanë qenë të pranishëm dhe familjarë të viktimave, të cilët nuk janë lejuar në seancë për shkak të acarimit të tyre, ndërsa është vënë re se nuk ka mbërritur në gjykatë asnjë prej familjarëve të autorit. Krimi i 4 fisht ndodhi mbrëmjen e së martës në fshatin Gjonomadh. Bashkim Latullari, për shkak të prishjes së një lidhje intime me Danielën, ekzekutoi me armë 2 çifte bashkëshortësh.